Bashkëpunimi ndërshqiptar nuk duhet të mbetet vetëm në deklarata politike, por të shndrohet në projekte konkrete në arsim, kulturë, ekonomi dhe fuqizimin e të rinjeve. Ky ishte mesazhi i konferencës rajonale Diplomacia rinore si instrument i bashkëpunimit ndërshqiptar dhe integrimit evropian që u mbajt në Shkup. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues politik, akademik dhe të rinj nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës. Në panelin kushtuar lidershipit politik dhe ndërtimit të një qasjeje të përbashkët ndërshqiptare, kryetari i Komunës së Çajirit dhe bashkëkryetari i Vlenit, Izet Mexhiti, tha se bashkëpunimi nuk duhet të mbetet vetëm slogan patriotik apo fotografi e përbashkët. Pra bashkëpunimi kombëtar nuk mund të mbetet veç slogan patriotik, nuk mund të mbetet veç fotografi të përbashkëta apo deklarata politike. Ai duhet të shndrohet në politika të zbatueshme, projekte të përbashkëta dhe rezultate të prekshme që i ndjejnë qytetarët e veçanërisht të rinj shqiptar kudo që jetojnë. Nëse duam të ndërtojmë një agjendë të përbashkët, duhet të fillojmë nga ato fusha që na bashkojnë më shumë se ata që na ndajnë. Ndërkohë kryetari i lëvizjes Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj, u shpreh se dallimet politike dhe ideologjike nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin për çështjet madhore. Ne mund të jemi kundërshtar politik, ne mund të mendojmë ndryshe. Disa besojnë te e majta, disa besojnë te politikat e djathta. Por deri këtu, përtej kësaj, kur vjen puna për gjëra madhore, ne duhet jemi bashkë. Kur vjen puna për gjëra që janë thelbësore për kombin tonë, ne duhet jemi bashkë. Dhe përpara se ne të përplasemi ideologjikisht me njëri tjetrin, se këtu ka përfaqësues nga ideologji të ndryshme, unë mendoj që ne duhet jemi të gjithë bashkë përballë atyre që na vjedhin, sepse duke u vjedhur vendi jam Shqipëria, vidhet edhe Shkupi. Në diskutimet për rolin e të rinjeve në proceset politike, deputeti i lëvizjes vetvendosi Ekzon Azemi tha se ndryshimet shoqërore historikisht janë arritur përmes angazhimit aktiv qytetar dhe jo vetëm përmes përfaqësimit periodik në zgjedhje. Nuk u fituan këto të drejta me përfaqësim apo me një vot një herë në 4 vite, por përkundrazi, gjitha këto të drejta madhore, si të drejtat e votës, u fituan pas dekadash protestash, peticionesh, organizimesh ndryshme, të drejtat e punëtorëve për pagën minimale, sigurinë e punë, po ashtu u arritën vetëm pas protestave masive, grevave radikale e krijimit të sindikatave, dhe kjo pra për mendimin tim është zgjidhja që duhet ta ndjekim si të rinj, si përfaqësues politik, që të kërkojmë sa më shumë përfshirje politike të qytetarëve e jo të vetkënaqemi me përfaqësim politik një herë në 4 vite. Pjesëmarrësit të vlerësuan se përfshirja e të rinjeve në politikë dhe krijimi i urave të bashkëpunimit rajonal janë elemente të rëndësishme për një qasje të përbashkët ndërshqiptare dhe për proceset integruese evropiane.